Një moment historik për iglitaren dhe padyshim për Shqipërinë. Tani do të kemi një ambasador tonin në nivelet më të larta drejtuese në një prej ekipeve me më shumë histori në Europë, te Milani. Duket se një erë e re po ofron në favorin e shqiptarëve në futboll. Në vitet e fundit kemi pasur një kapërcim dhe pozitiv në faktin që lojtarët tanë po luajnë në ekipet më të mira, se Shqipëria po pret kompeticione me rëndësi në Europë dhe njëkohësisht gjyqtarët tanë po gjykojnë në nivele më të larta europiane. Në mesin e këtyre arritjeve kemi edhe një drejtor sportiv që tani do të jetë pjesë e Milanit, iglitare. Telenovela ka marrë fund dhe iglitare zyrtari ish drejtori sportiv i ri i Milanit. Kontrata është firmosur në orën 13 në ditën e sotme, në 23 maj. Një firmë e hedhur që vulos gjithçka, ndërsa në orën në vazhdim do të zyrtarizohet nga faqja zyrtare e Milanit. Kështu Tare kanë nënshkruar për 2 sezonet e Milani me të drejtë rinovimi edhe për një sezon tjetër. Sa i përket pagesës së tij, mediat italiane theksojnë se Tare do të përfitojë rreth 1 milion euro neto në sezon. Kërkesa e tij ka qenë vetëm një, në marrjen e kësaj detyre. Tare ka kërkuar liri të plotë të punës së tij për të sjellë lojtarët që ai mendon se do të jenë pjesë e rëndësishme e Milanit në të ardhmen, por njëkohësisht për të zgjedhur edhe trajnerin që ai mendon se do t'i përshtatet më mirë këtij projekti. Përkundër disa dyshimeve që kishte nga drejtuesit të tjerë të Milanit për iglitaren, ai që ka besuar nga momenti i parë te shqiptari dhe ka mbështetur figurën e iglitares ka qenë vetëm Zlatan Ibrahimović. Në bekimin e Ibrahimović, shqiptari merr përgjegjësinë më të madhe të karrierës së tij, ndërsa tani pritet të shihet me interes nëse do të ketë emra nga lojtarë të Shqipërisë që do t'i bashkohen Milanit. Ashtu siç në fakt, iglitare ka bërë kur ishte pjesë e Lazios, duke mbushur me shqiptar jo vetëm ekipin e parë, por edhe ekipin e moshave të Lazio. Ndërkohë një urim ka ardhur së fundmi edhe nga kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, për këtë pozitë të re të iglitares të Milani. Nëpërmjet një postimi në Facebook, Armand Duka shkruan: "Urim me Igli, emërimi yt si drejtor sportiv i klubit të Milanit është një arritje vërtet e rëndësishme. Besoj fort se profesionalizmi, përkushtimi dhe vizioni yt do të ndihmojnë këtë klub legjendar të rikthehet në nivelet që i takojnë, ashtu si në kohët e lavdishme të historisë së tij. Ti ke dëshmuar më parë te Lazio, ku për vite me radhë ke ndërtuar me sukses një projekt të qëndrueshëm dhe konkurrues në arenën ndërkombëtare. Tani të pret një tjetër sfidë e madhe, por jam i bindur se doja dalësh edhe këtë herë, me të njëjtën maturi dhe pasion për lojën", shkruan Duka.